Mirëdita dhe mirë se keni ardhur sot në këtë ditë vërtet rëndësishme për ekipin kombëtar shqiptar dhe për Federatën Shqiptare të Futbollit, në të cilën ne do të bëjmë publik emërimin e trajnerit të ri të ekipit kombëtar, i cili është këtu në krahun djathtë timin, zotin Rolando Maran. Në të njëjtën kohë ne mbyllim, le të themi, një cikël me tashmë, nga ky moment mund të themi ish trajnerin e ekipit kombëtar, zotin Silvinjo dhe stafin e tij, cilin sot unë dua ta falenderoj në emër të Federatës Shqiptare të Futbollit, në emrin tim dhe në emër të gjithë tifozave për kontributin që ka dhënë Silvio, Dori dhe Zabaleta gjatë kësaj periudhe për kombëtarën shqiptare, për rezultatet e arritura. Bashkë kemi kaluar një periudhë vërtet të rëndësishme, me shumë emocione, kemi qesh, kemi qarë, kemi gëzuar bashkë, dhe unë për këtë padyshim që është pjesë e historisë edhe personale, edhe gjithë futbollit shqiptar, Silvio dhe stafi i tij, por në futboll mund të konsiderohet normale që mbyllet një cikël, le të themi, dhe fillon një cikël i ri, në një mirë kuptim të plot dhe një respekt të reciprok me Silvion, me Dorin dhe me Zabaletën. Kemi menduar dhe kemi rënë në konsensus që ky cikël duhet mbyllet për të hapur një cikël të ri, me një trajner jo të ri në moshë, por me një trajner me shumë eksperiencë, siç është zoti Ronaldo